Për Naim Abrashin, drejtësia nuk u gjet në asnjë shkallë të ligjit në Kosovë. 3 heradhazi, 3 shkallë të ndryshme gjykimi erdhen në të njëjtin përfundim. Fajtor, Gjykata Themelore e Prishtinës me datë 19 gusht 2024 nxjerr vendim ku Naim Abrashi bashkë me të tjerët shpallën fajtor. Të akuzuarit VI, NG u dënuan me nga 2 vjet e 6 muaj burgim secili, ndërsa IM u dënua me burgim në kohëzgjatje prej 1 vit e 6 muaj, të cilin dënim do ta vuaj 15 ditë pas plot fuqishmërisë së këtij akti. Ndërsa Naim Abrashi u dënua me vetëm 1 vit burgim, më së paku nga 4 të akuzuarit. Të akuzuarit Naim Abrashi i shqipton dënim me burgim në kohëzgjatje 1 vit, të cilin do ta vuaj 15 ditë pas plot fuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në dispozitivin e aktgjykimit të themelores thuhet qartazi se Naim Abrashi me 3 të tjerët i kanë ripaketuar armët. Më pastaj të pandehurit IM, VI, NG dhe Naim Abrashi, pasi koordinohen mes veti, bëjnë ripaketimin e pakove, duke i shpërndar dhe futur në përpako të tjera armët në njërën nga zyrat e kompanisë. Në arsyetimin që e ka bërë Gjykata Themelore, sqarohet se si të akuzuarit tjerë më 10 mars kanë ripaketuar pakot me armë, por në faqen 35 të aktgjykimit ku përshkruhet ngjarja, nuk përmendet Naim Abrashi, ashtu siç nuk shihet as në kamera. Në videoingjizimet e nxjerra nga pajisjet e marra në firmën Sim Logjistik, gjykata vërteton faktin se me datë 10 mars 2019, rreth orës 17:50 IM vjen në parkingun e kompanisë Sim Logjistik me automjetin e tipit BMW. Nga vetura merr një çantë dhe shkon poshtë tek hyrjet e depos në katin përdhes. E lë çantën dhe pastaj kthehet në parking tek automjeti pa çantë dhe largohet me automjet, kurse rreth orës 18:33:40 NG dhe VI vinë me veturën Passat me tabela të regjistrimit. Në parkingun e kompanisë Sim Logjistik, qëndron në veturë derisa të vi IM, pastaj të tret, hynë në depo lart, pastaj dalin dhe shkojnë në depon e vogël, kati përdhes, me gjësende në duar si alofolje, dorze e tjerë. IM e hap derën e depos dhe del t'i marr disa armë e pastaj e mbyll derën, i vendosin dorzat, IM, VI dhe NG dhe fillojnë me paketimin e armëve në pakot me barëra Tamial XX, të cilat i përdorin për fshehjen dhe kamuflimin e armëve të cilat i mbështjellin me foli dhe i mbyllin sërish pakot, derisa i përfundonin të gjitha. Më pastaj vazhdonin rrugën lart objektit dhe futën në zyrat e kompanisë Sim Logjistik. Qëndronin disa minuta, më pas dalin jashtë dhe largohen nga kompania Sim Logjistik. NG largohet me veturën Passat, VI largohet me veturën BMW, ndërsa IM largohet me veturën Renault, që të gjithë largohen rreth orës 19:14:10. Në vazhdim, Naim Abrashi përfshihet në aktivitetin e datës 15 mars bashkë me të akuzuarit e tjerë. Më pastaj me datë 15 mars 2019, IM, NG dhe VI vinë përsëri në kompaninë Sim Logjistik dhe së bashku me Naim Abrashin i bartin pakot me armë nga depoja dhe i vendosin në zyrat lart dhe të njëjtit largohen nga kompania Sim Logjistik. Nga kjo, gjykata vërteton faktin se kontakti i vetëm fizik ka qenë në mes të IM, VI, NG dhe Naim Abrashit. Në arsyetimin e mësipërm, Abrashi del se ka bartur pakot me të bashk akuzuarit tjerë, por për asnjë moment nuk përmendet se Abrashi e dinte se çfarë po barte, e se ka bartur pakot shihet edhe në pamjet e kamerave. Armët në pako ngjashëm i kishte bartur edhe MK nga Fush Kosova për në depon e firmës, pa e ditur se çfarë përmbanin brenda. Në aktgjykimin e themelores përfshihet dëshmia e MK, ku thot se nuk e ka ditur se çfarë përmbanin pakot. Në mars të vitit 2019 e ka thirrur menaxheri i firmës Sim Logjistik, Naim Abrashi, për të shkuar me i marrë do pako në një lokacion në Fush Kosovë.
Më pastaj, i ka thënë se është shumë i zënë dhe nuk po mundet të shkoj t'i marrë. Ai i kishte thënë se drejtori po thotë se duhet me shku patjetër me i marrë. Më pastaj, ka shkuar që t'i marrë pakot. Pakot kanë qenë të zakonshme, paketa standarde dhe nuk ka pasur njohuri se çfarë ka brenda. Shoferi e përshkruan shumë mirë se ai e ka marrë në mend rastin ma mirë se ai ka qenë personi që ka shku mi marrë ato pako me një vend 3 ditë para datës 10, domethënë me datën 7 mars. Ai ka shku mi marrë ato pako, edhe ai e përshkruan shumë mirë. Thotë më ka thirrë menaxheri i pikës, që jam unë, më ka thonë kime shku, është punë rutinore, kime shku me marrë te ky klient kime shku mi mbledh pakot, sepse mbledhja u bo gjatë fundit të orarit punës, që ato paku më shpërnda nesër ose kur e kam pas afatin për më shpërndar te klientat. Edhe ai thotë, më ka thirrë menaxheri, jam kon shumë i ngarkum. Më ka thonë, ky është urdhër prej menaxhmentit të drejtorit. Edhe unë e kom thirrë direkt drejtorin, kom komuniku direkt me të në telefon, edhe ai më ka jep adresën, më ka jep numrin e telefonit ku kam shku mi marrë ato pako, edhe nuk e përmend kur farë qa ka pas, domethënë ai nuk e ka ditë qa ka pas në ato pako, për ndryshe edhe i shkon edhe ai bashkë akuzuar. Ajo kon veç dëshmitar i rastit. Nëse ai kish ditë diçka, edhe unë kisha ditë diçka, ish duft edhe ai me kon i bashkë akuzuar një cione. Domethënë ai nuk ka ditë hiç kur gjë, një që s'kam ditë asone qa përmbajnë ato pako ose qa kanë ato pako.